Shqipëria në luftën e madhe me autor Romeo Gurakuqi ishte titulli i librit të promovuar këtë shtunë në ditën e tretë dhe të fundit në edicionin e dytë të panelit të librit në Shkodër. Libri në fakt është një përmbledhje e një rruge të gjatë kërkimore, një prej periudhave më dramatike të historisë së Shqipërisë, që fillon me fillim shekullin, respektivisht me fundin e rilindjes, edhe shkon deri në konfigurimin përfundimtar të kufive dhe të kushtetutës të shtetit të dytë shqiptar. Respektivisht, ky libër është vijim i dy punëve të bëme më përpara. I veprës Shqipëria 1911-1914 dhe Principata Shqipërisë dhe Mbretëria e Greqisë 1913-1914. Por njëkohësisht është edhe një paraprirje e dy punëve të tjera që i kanë bërë ndërkohë. Shqipëria dhe çështja shqiptare pas luftës së parë botërore 1918-1921, dhe libri i cili është në botimin e sipër, praktikisht në gjuhën angleze, në Peter Lang International, sistemi i Versailles, domethënë rendi i Versailles dhe ribërja e Shqipërisë 1918-1926. Gjithashtu mbajt dhe ligjërata me temë besimi fetar dhe politika nga Ardian Dreca. Për kishën, nëse referohemi një përkufizimit të Shën Agustinit, pushteti politik metet diçka të jetë i rëndësishëm. Keni parasysh se Shën Agustini e përkufizon një mënyrë shumë domethënëse e papa aktual, për nga thirrja është agustinian. Thoshte Shën Agustini që politika është akti më suprem, mënyra më efikase e ushtrimit të bamirësisë, të mirës sociale, të mirës përbashkët. Ndërsa nga ana tjetër vren shpeshherë jo vetëm në një nivel ndërkombëtar, por edhe në një nivel lokal, nganjëherë edhe me fakultetar në Shkodrës, ku njerëzit shprehen me atë lirim më të madhe çka i duhet priftit me humor, me politikë. E nëse politika është ky akt suprem, kjo mënyrë kaq efikase e ushtrimit të bamirësisë, atëherë i vjen që çdo kush duhet të merret. Kam përshtypjen se ka një keq kuptim edhe të konceptit. Si mund t'i pajtojmë këto dy realitete, kisha dhe politika, besimet fetare dhe ky dimension kaq i rëndësishëm, kaq themeltar i shoqërive civile siç është politika. Çfarë rolit ka besimi fetar dhe çfarë rolit duhet me pas politika? A nërveprojnë një me tjetërin, se në fundit të dy i referohen si objekt kanë njerëzit, kanë substratin antropologjik, njeriu. Të dy i referohen njeriu dhe në kohënat ndryshme, në kushtet ndryshme janë relacionu me njeriu në mënyrë të ndryshme. Të dyja kanë bëhet fjalë për dy pushtete. Njëri është i themeluar dhe i bazuar prej nelt, tjetri është i themeluar dhe i bazuar prej poshtë. Ai që ja prej poshtë duhet të legjitimohet herë mas herët. Në demokraci merret vesh çdo zgjedhje, çdo legjislatur, çdo politikan, po edhe në monarki absolute, edhe në tirani, edhe tirani ka nevojë për legjitimim, ka një formë, gjyqet, një formë të shtetit për me rujt legitimitetin e tij. Nuk ka asnjë, vetëm aty ku ka anomi, pra ka mujes ligjit, as kaos, jo, vetëm aty nuk njihet nevoja e legjitimimit, pra edhe të keqes që bëhet. Gjatë aktivitetit u bë ndarja e çmimeve të panajirit, ku morën pjesë 20 shtëpi botuese me 1000 tituj dhe në fund kishte 4 çmime. Kështu romani më i mirë shkoi për Ridvan Dibra, studimi më i mirë takoi Romeo Gurakuqit, përkthimi më i mirë për Dorin Taçi dhe mirënjohje për Lucia Zorba.